Por në fakt ajo çfarë mua më shqetëson personalisht si qytetare fjerake, para se të thashë gazetare, është që në fakt sot nuk është një ditë feste për mua personalisht. Sepse sistemi sot i drejtësisë ndodhet përballë një pasure shumë të rëndë realiteti. Një mal stok dosjesh, brishtësi e besimit të qytetarëve dhe drejtësi e vonuar. Dhe të fortë në thonjza. Dhe kjo gjykat, e mi parë shumë emisione, nëse jo është dhënë drejtësia apo jo ashtu siç duhet. Atë ne ndodhemi këtu përballë një fakti. Jo sa probleme ka sistemi, sa i thellë është degradimi i tij në një kohë kur duhen dhe standarde evropiane. Atë për te i gjithë ato çfarë u folën këtu, jemi përballë një realiteti që është ky. Dhe jemi në fazën jo se si duhet të evoluojë, por realisht ne përballemi edhe me rrezikun e jetës gjyqtarëve. Atëherë janë shumë probleme që duhen parë me shumë prioritet, i domoshuar me shumë gjatë ftohtësi, duke lënë janë termat e bukur, sepse realiteti është shumë ndryshe. Ne jemi çdo ditë në kontakt me qytetarët dhe besimi tek drejtësia është shumë i brisht. Është merësisht shumë i brisht. Duhet drejtësinë koreale dhe pyetja është, a kemi drejtësi të pavarur zotëriku në Shqipëri sot? Atëherë, kjo është pyetja. Drejtësi të pavarur, po i them diçka. Ju nuk e di, keni qenë interesuar apo jo me fjalë, pikërisht me fjalë rezultatin që u dha tash për pranimin e magjistratëve të tashëm, kandidatë për magjistrat. Që këtu fillon pavarësia. Pavarësia do të thotë, dhe atë sapo diskutuam më para se të vishim këtu, është kjo, që askush nga këta që janë këtu nuk e di për faleminderit politikës ose kujdo me fjalë, po ja dim vetes meritat që domethënë ose pratikisht asaj që punës tyre me. Dhe kjo është në vazhdimsi. Do thoni ju që mirë, ekziston kjo situatë. Askush nuk mund ta injorojë këtë situatë, sepse rrethanat ishin tilla, reforma e solli në mënyrë tillë me fjalë që kur të bësh një reformë, domethënë duhet pradosh edhe pikërisht edhe vakume. Ama mendoj, dhe unë jam optimist nga natyra, mendoj që kjo nuk do të zgjasë shumë. Kjo gjykat, keni parasysh që po punon, jo vetëm kjo, po dhe gjykatat e tjera po punojnë në kapacitetin me fjalë më të mirë të mundshëm. Dhe nuk mund të thush që stoqet që janë të dosjeve janë si rezultat që një neglizhence ose një jo punë serioze që bën gjykata. Tash çështja e drejtësisë është e ndërvarur, sepse ajo që themi, ndryshe do kishte të pakën ose të reshkall, e kupton, që të pakën të filtrohesh ai vendim që jep gjykata, por unë gjykoj një gjë veç, që kjo gjykatë ose magjistratët të pakën, që edhe gjykatat e tjera, në opinionin tim, janë në nivel tillë me fjalë shumë të pranueshëm dhe nuk po e them në mënyrë absolute, këtë kuptohet, po bëjnë çështë mundur që ta ulin këtë stok. Që me drejt, domethënë ky është shqetësim i madh, nuk e bën dyshim që është shqetësim. Problemi është në fakt që ta rrihet deri në atë pikë që qytetarët kenë konfidencë ndaj gjyqësorit ose ndaj sistemit drejtësisë dhe kjo do kohë. Kjo nuk mund të bëhet brenda natës. Për të qenë realist, duhet jemi çik si thosh realist në atë që kërkojmë.